Leja që qeveria I dha kompanisë Klar për kullën 65 katëshe në bulevardin e ri nuk është thjesht projekt urbanistik. Në qendër të saj qëndron Shkëlqim Beshiri, person që për vite ka përfituar nga ndërhyrjet e Sali dhe Shkëlzem Berishës në pronat më të nxehta të Bregdetit. Sot I njëjti emër kalon pas një pengesë përmes strukturave të Edi Ramës dhe ky është sinjali që ndes dritën e kuqe. Konflikti politik ngrihet në ekran, ndërsa bashkëpunimi real kalon në heshtje. Rastet e Ksamilit, Kanalit të Çukës, Orikumit dhe Xhirit të Lalzit tregojnë një model të qartë. Beshiri lëviz vetëm kur politika hap rrugën dhe sot e njëjta administratë që bllokon çdo subjekt të lidhur me Berishën I jep Beshirit hyrje të pastër në projektin më të madh të kryeqytetit. KKT nuk debaton, ministrit nuk pyesin, bashkia hesht, një zinxhir institucionesh që tregon dakordsinë e padukshme. Kjo kull nuk është vetëm investim privat, por ura e një pazari që nuk bëhet me deklarata, por me leje që kalojnë natën. Aty ku prona, leja dhe paraja ndërthuren, Rama dhe Berisha nuk janë kundërshtar, janë ortak të heshtur. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi sot aleatët e Federatës të Opozitës për të diskutuar reformën zgjedhore dhe territoriale, duke denoncuar, siç tha ai, një diktaturë si në Venezuelë, ku pushtetin e marrin kartelet e drogës të lidhura me qeverinë dhe akuzoi Edi Ramën si përfitues të tyre. Takimi nuk pati mbështetje të plotë nga aleatët kryesorë, ndërsa Berisha theksoi se zgjedhjet e 11 majit ishin të manipuluara, duke përmendur presion, blerje votash dhe përfshirje të krimit. Ai kritikoi gjithashtu mungesën e decentralizimit pas reformës territoriale dhe nënvizoi nevojën për një strategji të përbashkët dhe transparente. Ndërkohë ish deputeti Ervin Seliani dhe mjeku I lirë Ali Mehmeti po zhvillojnë takime për të kërkuar ndryshime brenda PD-s, por Berisha I akuzoi sërish sot për agenda personale dhe ndikim negativ ndaj demokratëve. Seanca paraprake për ish presidentin Ilir Meta është shtyr për datën 22 dhjetor. Në sallë morën pjesë kreu I PL-s Ilir Meta, ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi dhe mikesha e kësaj të fundit, Ema Çoku. Meta ka kërkuar të njihet me fashikullin e hetimit, duke kërkuar që materialet I vendosen në dispozicion, kërkesë që ju pranua. Avokati I tij, Kujtim Cakrani, deklaroi se gjykata ose do t'i kthehet lishmërisë, ose nuk I ndahemi. Kjo është e gjithë historia. Seanca paraprake për dosjen Veliaj është shtyr sërish dhe do të mbahet më datën 12 dhjetor. Nga të pandehurit, mbeten pa bërë mbrojtje në kryebashkiaku I Tiranës Eron Veliaj, bashkëshortja e tij Ariola Xoxa, biznesmeni Gentian Sula, Shkëlqim Fusha dhe shoqërit. Më herët mbrojtja e ish deputetes Klotilda Bushka kërkoi pushimin e çështjes ndaj saj, duke argumentuar se nuk është vepër penale ose në të kundërt shpalljen e moskompetencës nga GKKO. Seanca e kaluar u shty për shkak të kërkesës së Veliajt për të njohur me aktet e dosjes dhe për të mos u vendosur në kafaz, duke e konsideruar këtë shkelje të drejtave të njeriut. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej muajit shkurt dhe akuzohet për pastrim parash, mos deklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Prokuroria posaçme thyen heshtjen dhe zbulon arsyeën pse çështja penale kundër Veliajt nuk ka kaluar ende në gjykim. Sipas PAK, që prej 27 nëntorit 2025, kur u caktua seanca e parë paraprake, janë shtyr 8 seanca radhazi, jo për mungesë provash, por për mungesa të pajustifikuara të avokatëve të Veliajt dhe kërkesa që SPAK I cilëson të padrejta, duke bllokuar procesin brenda afateve ligjore. Ndërkohë që kryebashkiaku ankohet publikisht se nuk është njohur me aktet, SPAK sjell provat. Avokatët e tij kanë marrë kopje të dosjes që më datë 24 korrik 2025. Madje kanë kërkuar edhe materialet shtesë në tetor, duke firmosur vetë se janë pajisur me USB-n e plot të hetimit. SPAK thekson se çdo detyrim procedural është kryer dhe ngër që nuk vjen nga prokuroria, por nga taktikat e mbrojtjes së Veliajt, që kanë shtyr vazhdimisht seancat. Institucioni deklaron se po garanton proces të rregullt dhe të paanshëm, ndërsa topi tani është në fushën e gjykatës dhe të vetë pandehurit. Gjykata kushtetuese shtyu shqyrtimin e kërkesës së kryeministrit Edi Rama për çështjen Balluku deri më 12 dhjetor, ditë që përkon me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK nga Këshilli I Lartë I Prokurorisë. Shtyrja kritikohet si pa arsye ligjore dhe si një kompromentim I autoritetit të kushtetueses, që sipas ekspertëve po pret sinjalin e ndërkombëtarëve përpara se të marrë një vendim sovran. Kjo lëvizje rrezon autonominë e institucionit, duke kushtëzuar interpretimin e kushtetutës për pezullimin e zëvendës kryeministres me proceset e SPAK. Analistët vlerësojnë se kushtetuesja mund të kishte vepruar njëherë, duke dhënë një vendim gjithëpërfshirës që udhëzon qeverinë mbi raportin me hetimet e SPAK, por vendimi për shtyrje tregon ngurim dhe mungesë pavarësie.
Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu kritikon planin e qeverisë për ngritjen e 20 qendrave të reja për emigrantët në Korçë, Gjirokastër dhe Vlorë, duke e konsideruar atë një vendim pa transparencë dhe pa garanci sigurie. Sipas tij, hapja e kampeve me qindra persona nga zonat të konfliktit, pa u konsultuar me qytetarët dhe pa një plan të qartë sigurie, rrit rrezikun për komunitetet lokale dhe është pa përgjegjësi. Balliu i ka dërguar një kërkesë zyrtare Ministrisë së Brendshme, duke kërkuar informacion mbi masat e sigurisë, kapacitetet e policisë, arsyetimin e vendimit dhe kostot e projektit. Ai thekson se qytetarët kanë të drejtë të dinë për sigurinë e tyre dhe kërkon që Shqipëria të mos shndërrohet në një korridor të pakontrolluar migrator, duke insistuar se siguria kombëtare duhet të jetë prioritet absolut. Në margjinat e ministerialit të OSBE në Vjenë, Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali u takua me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazis, Brendan Hanrahan. Takimi u fokusua në thëllimin e bashkëpunimit strategjik shumëpalësh mes Shqipërisë dhe SBA-s, duke përfshirë fushat e ekonomisë, tregtisë, investimeve dhe energjisë. Spiropali theksoi në rrjetet sociale se partneriteti mes dy vendeve është ndërtuar mbi një aleancë historike. Shqipëri-SBA, partneritet strategjik mbi një aleancë historike, kënaqësi të ritakohet me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Brendan Hanrahan, për thëllimin e bashkëpunimit ton strategjik shumëpalësh, përfshirë në ekonomi, tregti, investim dhe energji. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e librit të ish diplomatit amerikan Christopher Hill, i cili 35 vite më parë ishte pjesë e rihapjes së ambasadës amerikane në Tiranë. Rama riktheu në vëmendje akuzat e dikurshme se Hill kishte ndikuar në burgosjen e Fatosnanos, por tha se kur e takoi vet, kuptoi se nuk ishte një njeri që burgos opozitar. Kreu i qeverisë e cilësoi Hillin si një mjeshtër përshpëritës, diplomat që ka kuptuar Ballkanin brenda dhe që ndryshe nga ambasadorët e tjerë amerikanë, ditë të dëgjoj. Rama shtoi me humor se për vite me radhë, ambasadori amerikan ka qenë personi më i rëndësishëm në Shqipëri, madje puna e dytë më e mirë pas të qenit president në SBA. Ai vlerësoi rolin e Hill edhe si ambasador në Serbi, kur sipas tij ndikoi qetë, në heshtje dhe pa protagonizëm në momentet vendimtare për rajonin. SBA ka publikuar strategjinë e re të sigurisë kombëtare, duke paralajmëruar Evropën për fshirje civilizimi dhe rrezikun që kontinenti t'i humbas besueshmëria si aleati i Washingtonit. Dokumenti nënshkruar nga presidenti Donald Trump evidenton rënje të demokracisë, kufizim të lirisë së shprehjes, dobësim të opozitës dhe ndryshim demografik të nxitur nga migracioni, duke paralajmëruar se disa vende të NATO-s mund të kenë shumicë jo evropiane brenda 2 dekadave. Raporti kërkon ndërhyrje amerikane për të korrigjuar kursin dhe kritikon pritshmëritë jo realiste të disa qeverive evropiane lidhur me luftën në Ukrainë. Komisioni Evropian shman komentet, ndërsa diplomatët flasin për shqetësim të menjëhershëm në kryeqytetet evropiane për të ardhmen e marrëdhënieve transatlantike. Strategjia e re e sigurisë kombëtare e SBA-s e liston hapur Kosovën si një nga pikat ku paqëndrueshmëria mbetet objektivi kundërshtarëve gjeopolitik. Dokumenti paralajmëron se tensionet në Kosovë dhe Bosnjë përdoren nga fuqi të huaja për të cënuar kohezionin evropian dhe reagimin e NATO-s. Washingtoni thekson se instabiliteti në Ballkanin Perëndimor vazhdon të shfrytëzohet dhe se NATO duhet të mbetet të angazhuar kudo ku konfliktet e ngrira rrezikojnë sigurinë kolektive. Në këtë kornizë, Kosova trajtohet si pikë kyçe e krahut jugor të aleancës dhe si zonë ku Rusia kërkon të krijojë çarje strategjike. Mesazhi i SBA-s është i qartë. Ballkani nuk lihet pas dore dhe prania e NATO-s në Kosovë mbetet një mjet thelbësor për të shmangur përshkallëzimin dhe për të ruajtur stabilitetin evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron mohon raportet se ka paralajmëruar homologun Ukrainas për një tradhti të mundshme nga SBA në negociatat për paqen me Rusinë. Gjatë një vizite në Kinë, Macron theksoi se uniteti mes Evropës dhe Shteteve të Bashkuara është kyç për mbështetjen e Ukrainës dhe mohoi çdo mosbesim ndaj Washingtonit. Raporti i Spiegel citon një telefonat konference ku Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz supozohet të kenë paralajmëruar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për rreziqet nga SBA. Macron dhe Merz thuhet se ishin shprehur skepticist mbi negociatat amerikane për paqen dhe sugjeronin kujdes nga Zelensky. Macron tha se komentet e Spiegel nuk ishin të sakta dhe nënvizoi se Evropa ka nevojë për SBA për një paqe të qëndrueshme dhe po ashtu SBA ka nevojë për Evropën, ndërsa udhëheqësit evropian kanë kritikuar negociatorët amerikanë. Sipas shënimeve të Spiegel, zyrtarët francez dhe gjerman e mohuan për mbajtjen si të plotë dhe të saktë.
5 dronë fluturuan mbi bazën bërthamore franceze në Lilonge, ku ndodhen ndërtëset me raketat balistike, duke aktivizuar menjëherë alarmin. Zhandarmeria dhe forcat detare ndërmorën një operacion kundër dronësh, ndërsa batalioni i pushkëve të marinës sulmoi mjet ajrore pa pilot për të mbrojtur bazën. Autoritetet franceze nuk kanë dhënë informacion mbi origjinën e dronëve apo neutralizimin e tyre. Fluturimet mbi zonat e mbrojtura janë të rralla, por jo të papritura. Baza ruhet nga rreth 120 xhandar detar dhe marincat mbeten në gatishmëri të lartë për çdo kërcënim ose provokim ajror. Betejë ashpër mes Brukselit dhe Washingtonit pas vendimit të Komisionit Evropian për të gjobitur platformën X të Elon Musk me 120 milion euro. Arsyeja, shenja e famshme blu, BE thot se përdoruesit mund të paguajnë për verifikim pa asnjë kontroll real, duke i ekspozuar ndaj mashtrimeve, imitimit dhe manipulimeve nga aktorë keqdashës. Për Brukselin modeli i X-it është mashtrues dhe shkel rregullat e sigurisë online, por SBA-ja reagoi ashpër. Komisioni Federal i Komunikimeve akuzoi BE-n se po godet X-in, vetëm sepse është një kompani e suksesshme amerikane. Regulatorët evropianë çojnë më tej akuzën. X nuk garanton transparencë mbi reklamat dhe nuk lejon studiuesit të aksesojnë të dhënat publike. Skandali gjigant i basteve në Turqi po zgjerohet çdo ditë, ndërsa hetimet zbulojnë një rrjet të përfshirë thellë në futbollin profesionist. Prokuroria e Stambollit ka arrestuar 10 persona, mes tyre 2 lojtarë, Metehan Baltaçi i Galatasarayt dhe Mert Hakan Yandas i Fenerbahçes. I pari i akuzuar për bast në një ndeshje ku luante vet, i dyti për vendosje bastesh përmes palëve të treta. Raportet e masak kanë identifikuar 27 futbollistë që kanë vënë baste në ndeshjet e skuadrave të tyre, ndërsa 46 persona po hetohen në total. Në listë përfshihen edhe drejtues të lartë klubesh, mes tyre presidentët e Ankara Sportit dhe Belediye Sportit, të akuzuar për manipulim rezultatesh në disa ndeshje të viteve 2023-2024. Operacioni i sotëm çoi në arrestimin e 35 personave në 17 provinca, ndërsa 5 të dyshuar ndodhen ende jashtë Turqisë. Hetimet konsiderohen ndër më të mëdha të dekadës dhe pritet të godasin rënd reputacionin e futbollit turk. Këtë të premte në Washington, FIFA do të organizojë shortin për grupet e Kupës së Botës 2026, yjet e futbollit dhe personalitete ndërkombëtare, përfshirë kryeministrin kanadez Mark Carney, presidenten meksikane Claudia Sheinbaum dhe presidenten amerikan Donald Trump, që do të jenë prezent. Shqipëria ndodhet në play-off me Ukrainën, Suedin dhe Polonin, ku fituesi i këtij grupi do të sigurojë një bilet për finalet. Botërori do të zhvillohet për herë të parë me 48 ekipe dhe finalet do të mbahen nga 11 qershori deri më 19 korrik 2026 në SBA, Meksik dhe Kanada, duke zbuluar përbërjen e 12 grupeve me nga 4 skuadra secila.